أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun xhalla xhalaluhu, krijuesin dhe udhëzuesin ton. Salatet, selamet, përshëndetjet, lutjet, duat tona më të sinqerta janë për zotriun e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, për vulin e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin Abdullahut, të cilin Allahu Taala e dërgoi si shëmbëltyr për njerëzimin dhe jemi të obliguar të pasojmë sunetin e tij, si dhe duat, lutjet tona shkojnë për shokët e tij, sahabët e ndershëm me të cilët Allahu Taala ishte i kënaqur dhe ata ishin të kënaqur me Zotin dhe pejgamberin e tyre, si dhe duat dhe lutjet tona janë për gjithë pasuesit e fjalës së Zotit dhe sunetit pasët Muhamedit alayhis salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot inshallah do të jemi në një seri të re e cila ka të bëjë me namazin, që është prej obligimeve madhore të Islamit, që është shtyllë prej shtyllave të Islamit. Allahu Taala namazin e ka vendosur më një herë pas shahadetit, dëshmisë së tauhidit, njohshmërisë, besimit se Zoti është i vetëm që meriton mu adhuru, Allahu Taala është Zoti i vetëm që meriton mu adhuru, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Tha Muhamedi alayhis salam, buni al-islam ala khams. Është bazu Islamin 5 shtylla kryesore. Shahadatun la ilaha illa Allah. Shahadeti, dëshmia se s'ka Zot që meriton me drejt mu adhuru veç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. E pas kësaj, më njëherë, tha wa iqamis salah, falja e namazit, wa itaiz zakat, dhënia e zakatit, wa sawm Ramadan, agjerimi i muajit bekum të Ramazanit, edhe hajj wa zakat, zakati, agjerimi dhe haxhi, vizita e Mekës së shenjtë, Qabës së nderuame dhe Arafatit, Muzdelifës dhe Minës në muaj të caktuar në vendin e caktuar, me ibadetin e caktuar për atë të cilët kanë mundësi, janë fizikisht të aftë, psikikisht në rregull dhe materialisht kanë mundësi me shku dhe me ardhë, të tillë obligohet edhe haxhi. Mirë po, për obligimeve që do të pyetemi në ditë gjykimit, për të parave që do të pyetemi është namazi. E pasi që e ka një rëndësi të tillë të madhe, e pash të udhës që një libër të cilin e pata lexu në kohë sa isha në studime para diku rreth 30 viteve, ku libri fliste për namazin, posaçërisht për gabimet që namazlit i bëjnë para se me hy në namaz, gjatë namazit dhe pas namazit. Është një libër të cilin kam pas lexu para diku rreth 30 viteve gjatë kohës së studimeve, që pa të lanë për shtypje dhe kam pas përfitu. Dhe duke pa rëndësinë e kësaj teme që ka të bëjë me namazin, pa ashtu udhës që të marrim dhe të shpjegojmë nga ky libër i çmuar i një prej nxënësve të mëdhej të Sheikh Albanit, Sheikh Mashurit, që duke qenë Sheikh Albani gjallë e pa të shkruar këtë libër dhe është mundu që të tregoj në mënyrë gjithëpërfshirëse për gabimet që namazlit i bëjnë gjatë kryerjes së këtij obligimit madhor. Duke marrë parasysh se është një prej obligimeve më të mëdha që gjëja e parë për ibadeteve, adhurimeve që Allah ka më na pyet ditën e gjykimit, është namazi, atëherë duhet që këtë namaz neve t'ia ofrojmë Allahu Taala sa t'jetë e mundur me sa më pak gabime. Andaj do të mundohemi inshallah që në javët në fillim, në disa prej ligjëratave tona në këtë vend, të shpjegojmë
disa prej gabimeve që i bëjnë burrat dhe gratë në namazet e tyre. Dhe këto gabimet të cilat i ka përmbledhur ky talebe i madh i Sheikh Albani, do të mundohemi inshallah që të zgjedhim prej librit temat të cilat kanë të bëjnë me disa prej gjërave të cilat veprohen edhe në vendet tona. Për arsye se jo çdo sa që është cekur në libër ka të bëjë edhe me ambientin ton. Por kryesisht shumicën e gjërave inshallah do të mundohemi që të i potencojmë dhe të tërheqim vërejtjen për ato gabime në mënyrë që këtë adhurim ta bëjmë në mënyrën më të mirë dhe t'ja dorëzojmë Allahut Taala në formën që ai e dëshiron, pa bë gabime në rukne, në shtyllat e namazit apo në për vaxhibe, në obligimet e namazit apo në synetet apo gjanat e pëlqyme, por jo çdo gabim që do ta potencojmë e prish namazin. Ka prej gabimeve të cilat dëmtojnë vlefshmërinë e namazit, po ka dhe prej gabimeve të cilat janë lëshim i syneteve të namazit, por nuk e dëmtojnë vlefshmërinë e namazit, po ka dhe gabime të cilat janë të papëlqyme, janë mekruh, por nuk e prishin namazin. Po, sidoqoftë, do të mundohemi që të shpjegojmë formën e namazit ashtu siç Allahu e don dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam na e ka mësu. Dhe sa më shumë që përpiqemi që ta perfeksionojmë këtë adhurim, do ta ndijmë ëmbëlsinë e namazit dhe këtij adhurimit madhor. Sa më shumë që të bëjmë lëshime dhe nuk jemi në përputhje me urdhën e Zotit, edhe mësimet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, se si falet një namaz, atëherë namazi do të na shndrohet në një rutinë, sikur që po na ndodh sot që shkele shko falet namazi dhe shumë prej neve nuk e ndijmë ëmbëlsinë e namazit. E fal namazin, del prej namazit, mirë po nuk e ka shiju momentin, nuk e ka shiju këtë adhurim, se ndin ëmbëlsinën, se para ku jam duke qëndru. Me të thonë dikush që keme shku dhe me taku dikant prej politikanëve, pushtetarëve, njerëzve me famë, apo që kanë pozit, apo pasuri, se cili për neve do të përpiqej që të vishen në formën më të mirë dhe të mëson të protokoll se si duhet të silëm, të dukem dhe të paraqitem para personit në fjalë për të cilën duhet ta takoj. Shumë më tepër duhet të jetë kjo ndjenjë e ngolitur tek ne kur përgatitemi me fal namaz, për arsye se e den Allah para ku je duke dal. Ti je duke dal para krijuesit tënd. Ti je duke komunikuar me krijuesin tënd me fjalën e tij, me fjalët e Kuranit. Dhe ti po përpiqesh që të adhuron Zotin tënd, sa e ka kërku prej teje faljen e namazit, por po mundohesh që Allahu Taala me e adhuru në formën qysh ta ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Prandaj është shumë e rëndësishme që të dimë se si është fal i dërguari i Allahut Taala dhe se si e ka bë këtë ibadet, ka kry këtë ibadet adhurim madhor në mënyrë që të fitojmë kënaqësinë e Zotit ton dhe në mënyrë që të jetë prej shpëtimtarëve për ne në botën e amshueshme. Se kur namazet jetë i plot, kur namazet të jetë i mirë, Allahu Taala inshallah do të na lehtësoje llogarinë. Por kur nuk është namazi në rregull, atëherë edhe punët tjera nuk do të jenë në rregull dhe llogaria do të jetë shumë e vështirë para Allah subhanahu wa taala. Temat të cilat do të mundohemi të trajtojmë janë temat të cilat dhe vetë autori i librit i ka ndarë në disa kapituj, duke trajtuar çështjen e vetë mbulimit të
avretit, pjesëve të ndalume të trupit. Një prej kushteve të pranimit të namazit është satrul aura, mbulimi i avreteve, vendeve të turpshme, të cilët nuk bëjnë me u zbulu gjatë faljes së namazit. Kjo vlen për burrat edhe për gratë, por dallimi është se çka lejohet me u duk prej burrave dhe çka nuk lejohet me u duk te ata apo edhe tek femrat. Këto është dallimi. Për shembull, femrat nuk guxojnë të duket asgjë prej likurës së tyre, përveç shoplakave të durve në namaz kur tjetë edhe fytyrës saj. Të gjitha pjesët e tjera të trupit duhet të jenë të mbulume, konsiderohen avret. Dhe sa për burrat, dallon kjo çështje, avreti i burrave mes burrave është pjesa prej gjujve e deri në kërthis. Por, sikur që do të shohim inshallah kur do të trajtojmë, është edhe në namaz. Kur të jemi, duhet mbulu supet, për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka urdhëruar dhe na ka mësuar që në namaz supet tona, është fjala për burrat, duhet të jenë të mbulume. Mirpo, temat të cilët do t'i trajtojmë inshallah ka të bëje po ashtu edhe me atë se cilat janë dispozitat e fesë në lidhje me faljen e namazit me rroba të ngushta apo me rroba të i dukshme, të holla, apo falja e namazit kur avretet pjesë të turpshme që jemi të obliguar të mbulojmë ato na zbulohen, i kemi të zbuluar apo zbulohen gjatë namazit. Po ashtu do të trajtojmë inshallah çështjen e faljes së namazit, në senteshat tona kemi figura vizatime apo fotografi të ndryshme, apo në vendin ku do të falim namazin. Po ashtu do të trajtojmë inshallah edhe çështjen e namazit të personit, a duhet mbulu koka apo duhet të jetë e zbulume. Është fjala për burrat, për arsye se për femrat gjithsesi që koka dhe çdo kime e flokut të tyre duhet të jetë e mbulume, se konsiderohet avret kimet e flokëve të femrave. Por është fjala për burrat, për muslimanët, çështja e mbulesës së kokës në namaz. Po ashtu do të flasim edhe për namazin e falur në varreza apo në xhamiat ku ka varreza apo në drejtim të varreve. Pastaj lidhe me sutrën, faljen e namazit, kur të falemi në xhami, a duhet të ketë hapësirë mes neve edhe kibles, apo duhet të vendosim diçka para neve, po ashtu për rëndësinë e kibles, devijimin e saj, po ashtu inshallah do të flasim për disa gabime cilat bëhen gjatë faljes së namazit në qiyam, ku lidhen durt, ku vendosen durt edhe për burrat edhe për gratë. Pastaj disa gabime të cilat ndodhen gjatë rukues edhe ngritjes së saj. Pastaj disa prej gabimeve të cilat ndodhin në sejdë, sikur që është mosvendosja e gjitha gjymtyreve tona kur jemi në sejdë, apo shpejtësia e kryerjes së sejdës, do thotë gabimet të cilat ndodhin gjatë kryerjes për uljes apo sejdës karshi madhnisë Allahut Teala. Po ashtu do të mundohemi me trajtu edhe temat të cilat kanë bënë me ezanin, me ikametin, disa prej gabimeve të cilat mund të ndodhin, nxitimi për mi u përgjegjë thirrjes muezinit për namaz, çka është çështja e të nxituarit me shku në xhami,
kur thirr ezani, po ashtu tahiyatul mesjid, namazi përshëndetës, pastaj leximi i Kur'anit, për shembull surës Ikhlas, para ikametit ditën e Gjuma, që lexojnë Kur'an me zinat para se me u thirr ezani i Gjumas brenda xhamisë. Pastaj cilët ushqime janë jo të preferuara që t'i hajmë para se të shkojmë me fal namaz me xhamat. Pastaj në renditja e safave si duhet të bëhet ku janë gabimet gjatë rreshtimit të besimtarve në namazin e tyne, pastaj çështja e faljes së namazit kur kputen safat, cilat janë dispozitat e fesë në lidhje me faljen e namazit kur janë safat e namazlive të kputura. Pastaj nga çështjet e tekbirit, hyrjes së namazit, ka gabime dhe cilat janë gabimet të cilat i bëjmë ne si xhamat apo edhe imamat nga fjala e marrjes së tekbirit fillestar duke thënë Allahu Akbar. Pastaj çështja e leximit të imamit, a thuhet bismillahi para leximit të Kur'anit me za apo pa za, xhamati si sillet pas imamit kur përfundon surën Fatiha, surën hyrëse që imami e fal namazin apo e lexon Kur'anin. Pastaj për vlerën e disa prej xhamive të bekume, sikur që është vlera e faljes së namazit në Qabën e bekume apo në xhamin e pejgamberit alsam apo edhe në xhamin e Aksas, Mesjid el Aksa. Pastaj ne a lejohet që të falemi të njëjtën xhami ku ka imam të rregull që të krijojmë disa xhamate. Jemi vënu në namaz edhe kemi ardhur në xhami, a duhet të krijojmë xhamat të ri apo falemi veçmas, pastaj në falja pas imamëve të cilët nuk takojnë në mezhebin tënd, lënia namazit me xhamat, falja e namazit në shtëpiat tona e ka shpërblimin e namazit të falur në xhami. Pastaj pas namazit ku i kemi lëshimet dhe gabimet, pasi japim selam dhe dalim prej namazit, dhe shumë temat e tjera të cilët për shkak kohës nuk po mundem me i përmend, temat të cilët do të mundohemi të i trajtojmë. Po ajo e cila është shumë me rëndësi është që ne gjërat të cilët i mësojmë në fenë tonë, qoftë në Kur'an apo në sunetin traditën e pasët Muhamedit alayhi salatu wasalam, duhet këto gjërat që i mësojmë të jetësojmë ne mas pari, që i mësojmë këto gjërat në vetën tonë. E pastaj të mundohemi që inshallah këto gjërat të cilët i kemi mësu për vete, t'u mësojmë familjarëve tonë mas pari, grave tonë dhe fëmijëve tonë, e pastaj edhe nëse jemi në pozitën e imamit, mësuesit fetar, që t'u mësojmë këto gjëra edhe xhamatit tonë, njerëzve të cilët vinë në xhami, dhe është mirë që të i mësojmë këto gjëra. Imam Ahmedi për shembull ka një fjalë shumë të mirë, thot ta dini se nëse një njeri e kryen namazin në mënyrë të përkryer duke i plotësuar gjitha dispozitat e tij, e pastaj e shikon një tjetër që tregohet i shkujdesur duke i paraprir imamin lëvizjet e tij, shembull ka xhamatit të cilët i dalin para imamit. Imami thot semi Allahu limen hamida, ky vetë shkon te poshtë, i paraprin imamit në lëvizje, e nuk e pason imamin. Nëse i vren të tilla, thot Imam Ahmedi,
edhe hesht ky person dhe nuk ja sqaron gabimet që ai ka bën namaz, atëherë thot nuk e këshillon edhe nuk e ndalon për gabimet që e ka bërë, thot ky person duhet ta di se po bëhet pjesëmarrës në këto gabime dhe do t'i bart ato bashkë me atë. Do thonë neve nëse shohim gabime që xhamati jon po bën gabime, për shembull mua ka bë vaki në kohën kur nuk jem në namaz si imam, kam pa për shembull për jashtë njerëz të cilët marrin mënyrë të gabuar abdest dhe njëri nuk i din këto, kur jeti për shembull si imam je përpara dhe nuk e sheh në obor xhamati se si e marrin abdesin dhe si përgatiten për namaz. Prandaj është mirë që neve tu shpjegojmë njerëzve ku i kanë lëshimet. Për shembull për lëshimet që i kom pa të njerëzve të cilët marrin abdes, e kom pa që kur lajnë fytyrën apo durt, janë shumë pa kujdesshëm që ujit e arrije vendet për cilët është i obliguar që t'i lagë ato gjatë marrjes së abdestit. Për shembull, qoftë durt kur i lan, duhet që deri në nyje të arrije ujë të prek, mos mbetet asnjë pjesë e duarve e pa larë. Po ashtu fytyrën kur e lan, për shembull merr edhe hedh ujë në fytyrë, dorsa nuk i çon shuplakat e lagura me ujë, nuk i çon me i prek, prej ku fillojnë flokët deri tek veshët dhe kur e ka mjekrën, se s'po du me fol për të rrumit, po çdo musliman që është burr duhet të ketë mjekrën që e ka urdhën prej pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe e lan mjekrën dhe duhet ujë të prek çdo pjesë, çdo centimetër, çdo milimetër të lëkurës së fytyrës dhe kimeve që i kemi në fytyrë të mjekrës tonë, dhe deri tek veshët. Po ashtu, gjatë lamjes së durve, kam vrejt veç merr qet ujë, kështu, mirë po a shkoj ujë deri në bryl, a u lag dora përfundi, apo jo, ky fare nuk e ka dert. Andaj këtu janë gabime. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam nuk ka namaz të pranuar kush s'ka marr abdest. Abdesti është parakusht për pranimin e namazit. Tash ti nëse se ke marr abdestin tamam, si më pret që me tu pranu namazi. Abdesti është parakusht për me u fut në namaz. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam që një pjesë e trupit që se prek uji i abdestit është i gjykuar për me u djeg në ditën e kiametit. Nëse një pjesë që s'është lag mirë me ujë të abdestit do të dënohet dhe e ka dënimin që do të preket me zjarr të xhenemit, atë çfarë themi për ata që fare nuk marrin abdest dhe nuk falin namaz. Prandaj me të fol që namazive, ligjëratat tona në vazhdim do të jenë inshallah për namazlit, për ata të cilët falin namaz, që me pas kujdes mos të bëjnë lëshime sikur që po i përmendi, që është para hyrjes namazit, që po i vrej lëshimet që të cilat bëhen gjatë marrjes së abdestit. Pastaj i ke la durt kriht deri në bryla, duke pas kujdes që ti fërkon 3 herë dhe me arrit uji deri në bryl në fund këtu. E pastaj merr i lag durt edhe i mshon mes kokës nga para mrapa dhe prej mrapa për para. Kjo për sunetit. Mos ta bëjmë ata në një shuplak e dorës du të mukon e lakt edhe mjafton që qështu. La suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam është, sunet jem të fol, nuk jem të fol për që nëse s'është bë kështu nëse ki të pranu me mesin. Sunet pejgamberit të dy durt. I lan, nuk merr ujë me veti, po i mshon mes, fërkim. Edhe i mshon prej para, prapa dhe prej mrapa i kthen durt para. Ky është mesi të cilin na e ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam se si duhet me fal namazin. Pastaj i merr gishtat i fut në vesh dhe me gishtat tjerë shkon dhe i fërkon mbi vesh dhe kjo është pjesë përbërëse e mesit të kokës, e pastaj edhe me pas kujdes lamjen e kampe. Për arsye se edhe aty kam pa, veç e fut kamben, edhe djatën, edhe të majtën, edhe fare nuk
kujdeset dhe nuk ka vëmendje me shiqu a u lag gjdo pjesë e kamës, pre majës e gishtrimve të kamës, e deri tek zogu, që i kemi anash këtu të kama, ku fillon shputa e kamës, dhe thot deri te zogu i kamës, duhet që të lagën kamët me ujë. Dhe këtë e kam vrejt që shpesh herë njerëzit, sidomos kur janë në nguti, janë shumë të pa kujdesshëm. Prandaj këtu jemi që të këshillohemi mes vete dhe të i tregojmë njëri tjetrit për lëshimet që i bëjmë në adhurimet ndaj Allahut Teala. Nëse shukasim dhe nuk flasim në lidhje me këto çështje ndërmjet vëllezër, atëherës ka gjasa që të gjithë ne të jemi përgjegjës dhe të jemi pastaj edhe përjetues të situatave të pakëndshme. Kur Allah nuk është i kënaqur me namazin tonë, me ne, atëherë sigurisht se edhe jeta jonë do të jetë jo e këndshme dhe jo e lumtur. Prandaj është shumë e rëndësishme që të mundohemi me i zbatu normat të cilat na i ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sa dhe të mos shukasim kur shohim lëshime. Për shembull Muhamedi alayhi salatu wassalam kur i kishte dërguar, në vërtet jam të fol për Hazreti Omerin radiallahu anhu, në kohën kur Hazreti Omeri ka qenë kalifi muslimanëve, prietar i muslimanëve i shtetit islam, ushtria islame kishte shku deri në Azerbejxhanin e sotshëm. Dhe prati vendit i kishin dërgu hedije, dhurat, Omerit radiallahu anhu, një lloj të ushqimit. Ishte diçka me një ëmbëlsirë me hurma dhe me yndyr. Dhe e pyeti Omeri radiallahu anhu a djaloshën që e kishte sjell atë dhurat prej ushqimeve të Azerbejxhanit dhe e pyet thot ushtria muslimanëve a ushqehen me këtë ushqim shtëpiat e tyre? Thot jo, kjo është bë enkas për ty, mi po jo çdo njani e han. Omeri radiallahu anhu nuk e pranoi këtë ushqim. Ishte prietar, plot kuptimin e fjalës që unë jam krye të muslimanëve mirë shërbi muslimanëve e jo më u dallu prej qytetarëve të shtetit ku unë jam sundus. Dhe nuk pranoj që të ushqehej me një ushqim që nuk e përdornin të gjithë. Dhe pastaj i dërgon një letër komandantit të ushtrisë dhe i thot o Utbe ibn Farqat, pozita që e gëzën si komandanti i ushtrisë nuk është merit e mundit tënd, as e babës e nënës tënde. Prandaj ushqej muslimanët në shtëpitë e tyre ashtu siç ushqesh shtëpitë tënde dhe ki kujdes nga luksi i tepërt, veshjet e iftarëve të shirkut dhe stolive të mëndafsha. Se bën vetin ti si priz me u dallu prej të tjerëve. Kërkoj prej ti që të konsideroje veten që është shërbys ndaj qytetarëve të shtetit, e jo të ndinte veten se është bita dhe të vishe me tesha që nuk përkonin me veshjen e muslimanëve, apo të kishte një luks që e dallonte prej shtëpive të muslimanëve. Për arsye se vetë Abu Bakri, Omeri, Uthmani, Ali radhiyallahu anhum jami'an ishin të tillë që edhe pse ishin prietar të muslimanëve, ata nuk dalloheshin. Kur vinin delegacionin nga jashtë, për shembull nuk e dinin cili është halifja i muslimanëve. Ishin të thjeshtë në veshjen e tyre, të thjeshtë në shtëpiat e tyre, të thjeshtë në sjelljet e tyre. Dhe refuzonin kur i ofrohin ndonjë privilegj, sikur që e treguam për Omerin radhiyallahu anhu. Dhe kërkonin që muslimanët të jenë në veshje, në sjellje, sikur muslimanët e tjerë. Andaj, një prej gjanave të papëlqyme në namaz është që të jemi me veshje të cilat nuk janë veshje e muslimanëve, me veshje që përngjason me jo muslimanët. Veshja muslimanëve duhet të jetë e gjanë e jo veshje e ngushtë apo edhe me figura të ndryshme. Prandaj nuk lejohet që të falim namaz me
tesha të cilët përshkruajnë vijat e trupit tonë, që janë të ngushta. Kjo vlen edhe për femrat, kjo vlen edhe për meshkujt. Nuk lejohet që të falim namaz me tesha të cilët janë të ngushta. Për shembull, femra me fal namazin me elanke, ose me pantallona jeans të ngushta, dhe në atë formë me u fut namaz një shami edhe me teshat poshtë të ngushta edhe me e fal namazin. Nuk bën me fal namazin në formë të tillë. Njëjta gjë vlen edhe për burrat. Që për fat keq sot meshkujt e sotit i shohim me tesha që janë jashtëzakonisht të ngushta dhe i përshkruan avretet e tyre mashkullore. Dhe na është normalizu. Janë vetë fjala ime sot këtu që flas për këtë punë që s'bën më vesh ngusht, duhet të jenë teshat më të gjëra që nuk përshkruajnë vijat e trupit, për arsye se pejgamberi sa ka thonë do të ketë në ummetin tim gra të cilat janë të veshura, por janë të zhveshura. Dhe të tilllat nuk kanë me hyrë në xhenet, ka thënë pejgamberi sa, me as kanë me një erën në xhenetit që dëgjohet në largësi 500 kilometra. Dhe thëtë, me pas shumë kujdes, që edhe në namaz, po edhe jashtë namazit, femra mos me dalë para burrave të huaj me tesha që i përshkruajnë vijat e trupit, që është e vesht, por faktikisht është sikur me qenë e zhvesh. Qoftë për shkak ngushtimit të teshës së saj, qoftë për shkak të asaj që është aq e hollë, që është e tejdukshme dhe shihet lëkura e femrës. Dhe namazi i falur me tesha të ngushta, qoftë për femën, qoftë për mashkull, nuk o i lejum në islam, edhe namazi i falur me tesha të cilat janë të tejdukshme. Për shembull, femna me u fal, e ka të vesh me një pelerin, e cila është majica dhe po diçka e ka qitë shumë të hollë që i shihet lëkura. E tesha të tejdukshme nuk bën. Se femra duhet të i ketë të mbulume avretet e saja, vetëm shputat e dorës në namaz mund me qenë të hapura, dhe sa prej zogut të durve, dhe vetëm fytyra duhet të jetë e hapur dhe shuplakat e durve kur të jetë në namaz. Nuk falet me dorza dhe nuk falet me peqe. Dërsa të gjitha pjesët e trupit konsiderohen avret të femrës dhe nuk guxon që të shihen. As të veshe ngusht që përshkruan vijat e trupit të saj, as tesha të tejdukshme, edhe për meshkujt vlen e njëjta gjë. Për shembull, ata të cilët kanë shkuar në haxh dhe në umre i dinë ato fistanat e arabe, dhe nëse dikush fal namaz me atë fistan që është i hollë i tejdukshëm, edhe nuk ka vesh diçka tesh që quhet servale, arabt përfundi ati fistanit dishdashit, dhe përshkruan vijat që nuk bën. Nuk i kanë leju dietarët, qoftë edhe për burrë dhe për femën, që të shihet vijat apo trupi. Për shembull, Esmaja, vajza e Abu Bekrit radiallahu anhu, motra Aishës radiallahu anha, baldëzja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në fund të jetës saj ka qenë e verbër. Edhe ja kishin sjell një dhurat, një shtof të hollë, që ishte shumë i butë. Ajo nuk shihte, por e preki me dorën e saj, dhe tha, nuk e veshi këtë. Nuk e veshi. Djali i saj, mundhiri i tha, non është tha prej, do thot nuk është e tejdukshme, është e lehtë, është e flatshme, është e hollë. Tha, mi përshkruan vijat e trupit. Sa sot femra shohim që veshin tekstil, teshat të cilat i përshkruajnë vijat e trupit dhe dalin jashtë dhe janë me shami dhe mendojnë se janë të mbulume. Mbulesa ndërrum vllazë dhe motra është me mbulu edhe përshkrimin e vijave të trupit, kanë qenë të tilla muslimanët dhe muslimanët në gjeneratat e para. Tesha jote, kanë folë dietarët edhe për punën e pijamave, a bën me u fal me pijama. Për shembull kanë thonë nëse, sikur Abdullah ibn Omeri Nafiut, Nafia, ka qenë talebja i tij,
kur i ka thonë a kishe me dalë ti në rrugë me teshat para dikuj apo në rrugë me teshat që flenë me to, ka thonë jo, atëherë ka thonë më parsore është që mos del para Zotit me teshat e tilla. Prandaj kanë pëlqy gjeneratat e parë të muslimanëve që me marr teshat e mira të bukura që i kemi kur të falim namaz. Sipas femrë, kanë thonë është mirë për namaz me pas teshat të posaçme, shamin e saj dhe një formë të këmishës së gjatë, sikur mantill, që mbi teshat e veta me e vesh një pelerin të tillë që me fal namazin. Dhe mos me leju as kombët, se kemi femna të cilat shputat e kombëve nuk veshin çorapa. Edhe falin namaz me shputat të kombëve të zbulume, të zhveshura, pa çorape. Dhe çorapi duhet të jetë i tillë në namaz që nuk shihet ngjyra e kombëve. E jo këto çorapët e nailonit ekstra të holla që i përshkruajnë kamën dhe janë të dukshme dhe shihet shumë qartë tani i ngjyrës lëkurës femrës në kombët e saj. Andaj femra kur të fal namaz duhet të jetë mbulume e tëra edhe kombët të i ketë mbulume e mos lejoje që të shihen kombët e saj. Ka edhe temat të tjera, po unë sot inshallah do të ndalim këtu dhe do të vazhdojmë me lejen Allahu Teala. Sot ishte kryesisht tregimin në pika të shkurtra se çfarë do të flasim gjatë ditëve në vijim, ndërsa ditët në vijim, inshallah takimet tona të radhës do të jenë në mënyrë më të zgjeruar, inshallah çdo pikë për të treguar se si duhet të jetë namazi i një muslimanit dhe muslimaneje në mënyrë që ta bëjmë të plot dhe që ta ndijmë kënaqësinë e asaj që kemi namazin e pranuar të Allahu Teala. Allah na e pranoft namazet tona, adhurimet tona, lutjet tona deri në takimin ton të radhës. Mbeqen për kujdesin Allahu Teala. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.